ka dole, babiko. Je kam tut. Ku meta të korupcioni? A ku dhe më dhomi shkongua, babi, kërkoj fali, se s'kisha që mi bo vetët më shova ty. A vem, a dilet bre, a përnohet, babiko, krejt, di plus dita e kushtetutës, sët. Dita e kushtetutës njeri që ka onë shmos për këtë popull, që ka onë shmos për të institucione, që s'kalon njeri pa kritiku e shkeli se shkeli kushtetutën, dhët me dojnë me folë me në këto momente me konë të meditu për popullin, për adhejon pram plazheve të gjirit e lolzit, fyta fyt me disa ministra që i këshim blit do vila atje. Hajrje do patriota, ku me të mua bajsinovc? Po do unë jam argato, babik. A? Po do në argat jem. Ku me të më djem? A? A, fillot unë të folju të po veten, ka dole, babik, të po veten vila, a u lezetav të bërë të nervoz, a? A? Hajrje do patriota, hajrje do patriota, hajrje do patriota, hajrje do të liro pas dardan. Urime dita e kushtetutës, a nuk është ironike patriota. Veç mrena këti një vjeçari, për mi 15 euro shkel kushtetuta, prej parit e derit të i fundit. Veç ata djemës që punojnë kuvend Kosovës, që punojnë me këta senzor, babik, veç ata s'ta kanë prej kushtetutës, që kanë pas mundësimi ta prej kushtetusin. Për ndryshe, prej parit derit të i fundit, për një vjetë, 9 ditë blokadën e parë, 40 ditë blokadën e dytë, ta kanë shkel kushtetutën prej os deri në zhë, edhe para me ndësot njoni tjetër të jauru këta urime dita kushtetutës kolegë deputet. Po, babiko, qa thojnë, qa thot një fjallë urtë popullorë të nasë, qka bëni fort i ligu veç së ditët? Kena roki në dereze, mas i ka tuni ka ronki dereze, s'ki s'ka vën, o dëshmi u për 7 masi, që thot një fjallë urtë popullore, qinzi si do nga kopeja në ujku, edhe na, mos do në prej kopes, urime dita kushtetutës, një urimi veçantë për këtë ata që kanë shkel kushtetutën, për këtë deputet e Kuvendit Republikës Kosovës, për këtë ata që i gëzojnë këto privilegje që i kanë marrë rrogën e 13 pa shkun 3 seanca, një urimi veçantë shkon edhe një herë për gjithë sektorin publik, dashti madhi zot, hypni manalt, fiton partia juaj, hypni manalt në pozita, edhe javshini hajrin, edhe ju vetës, po dhe familja juaj, juve javshë hajrin, po edhe populli javshë hajrin. Edhe një herë, sincerisht po thoma, a nuk është kjo e pa drejt, babiko, domon njerëz e sektorit publik, në kretë botë, njerëz që punojnë punë të shtetit janë më të varfënit, të na është e kundërta, njerëz që punojnë punë të shtetit janë njerëz më të pasunit, e na që punojnë atë privati, babiko, punojmë ka 2 motor, 15 motor, 20 motor, dikush 2 puna, vazhdon babiko, mos më sitni babiko, por se ja ka mërzimi mi sit kont, mos më sit dikon babik, se kretë shqiptarët e kanë kompleks komen e madhe, po hasmit gjitha ne babiko, pishtin, pushteti, po get. Sido që tjetë, po babik, për më sitin patikat, janë shtrajta babik, po sashim veshë babik, mësë me konë sashi babiko, shadin, qa mi dhonë, po sashi jo babik, po sashi. Pa tash, mirë jeshtë, gjithë që kini qef më ka për të me babik, së më sheni tirë, të nësë më shefi, kërë që babik? Unë e kërtë blevësha se se fotografoj, patikat blevësha se se fotografoj o babiko. Unë nuk kam sa më shefi, dikush më shefi pasunin këtë ven. Ata babiku që kanë cap-carap. Nese, babiko, mës t'ju foli vetë me veti, mës t'ju ngarkoj e ditë që është ditë pushimi për punëtorte, punëtorë që punojnë punë shtetit, për neve që punojnë të privatniku, këtë ata që jenë të përfundu ndërimin, që edhe pak, pritni edhe pak, se u bo puna, për këtë që jak një njësë ndërimit, kolegë pritni se sa ora vjen 12 shinatës, a që shkoj dita fur, ora dhe 5 minuta në 6, ka dole, babiko, edhe 5 minuta në 6, edhe kërë ndërimit, te 12, që janë te 12 për Maraklin. Po, mirë është, babiko, mu për më kërë dora, shmajt, hajri e doft. Së që di që më qojnë e farë drejtori në rëtë kë, hajri e doft, ja, para me ndo, babiko. Nese, babiko, sot diti ko vitit jem? 365 dit viti, 145 i kam pushim sektori publik. 50-50, babiko, aj me detaj, babik. Që ata tani krejt bojnë hizgjim me him punë të shtetë me marë partit libresës. Nese, patriota, të shojmë si pe menazhojnë ditën e kushtetutës. Të throsëm njoni për njerës që i ka shkel ma shumë di kushtetutën, para jush për paranesh, në Almania e ti, ojë që dritë pas të 1%, para jush për paranesh, Kryeministri i Republikës Kosovës, Zotri Albin Kurti. Mirëmbrëma, Zoti Kurti, përshëndetje. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Urime kjo fest e madhe ditës së Kushtetutës Republikës Kosovës. Urime juve se mu nuk ka arsye me maru. Se ti e vetë kushtetuta, o Zoti Kurti, ti e vetë republika, ti e vetë shteti. Ju lutem mos e shkelni kushtetutën. Ju parë sot keni qenë në fshatin Shajkov, se keni vizituar një militant ju, ishte i dëshpëruar.
Po, por mbi Vete ke Mannheim, as më di. mbi gjitha kështë ngritur flamurin. E kështë ngritur flamurin. Zoti Kurti, po kthehemi te dita e sotit. Po, mos të harrojmë, flamuri valonte. Po, flamuri valonte. Edhe për kundër dëshpërimit. Po, flamuri është joni, po taknia tikna dhon bele shkejt, babiko. Ti mas po këti kuj se zi, po nej, se si të se tjetë. Zoti Kurti, qka? Shka. Sa ere kesh ke kushtetutën për si e po kryeministër? O, për besh nuk e kam numru. Pa e ka qene kap të opozitës. Jo, para 4 muj dite këtë kështë qëtot, deri sta të majë arzimin ndimin vjosës, ta një thetë që ka ta kushtetutë se mirë. Edhe nuk e kam numru. Nuk e ke numru. Jo, për besh. A mund të esh politikan për shkel kushtetutën? Po nuk mundër sepse ligjet janë të kryuara për të thyrë. Po, ti ke thonë askush mbi ligjin, po qa bëni forti ligu visuditet? Cëla është ndjenja një patriotis kur ti kur e shkel kushtetutën? Atë bën mu një kes, a një kes qarë, të ditë që këto institucione, këto kretë që i kena është pagu me gjak, me vite burg, me shumë sakrific, me shumë mund. Cëla është ndjenja, si do më të që ke prapagu ndryshimin, që si ndjesh, a ndjesh kes, a njesh i pavlerës, unë shani i pavlerë, për shumë me shkeli në trafik kër i shkeli babik, dhëtor, kër i luti policin, nësë mi luti policin njëna keston, që shë shkela lizin, që shë shkela regullorin e këti venit që njerës ka dhonë që shkami pas të regullore. Si ndjesh, zëti Kurti, apo është e kapën? Kur është kundër te është e kapën? Jo, dhe jo. Po. Kështu dhem shpirti. A dhem shpirti? Dhem, po, kur e bëm për popullin, dishi lehtësohet. Ja, veprimet këthejmë për ambicje tua politike, zdo të që ambicja jote politike një personaliteti politik është edhe ambicje dhe nevoj e domosdoshme qytetarit Kosovës. Si të seti zoti Kurti, pelojmë punë e kushtetutës, lidhmi, rri aty se kena me folë për ditën e sot, si te kaloni ditën e pushimit, si jytë sektorit publik, që punoni punë të shtetit. Edhe diçka. Po. A e dim pse shkeljëm kushtetutën e Republikës së Kosovës? Se, zoti Kurti? Sepse unë dua kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. O, ti, o, fore, ti, o. Po, te kështë dashtë ato, bre. Nej, se mirë është. Ki drejt, zoti Kurti, ki drejt. Argument fantastik. I madhë është. E, një aplaus për Albi Kurtin. E, shkeli ta kushtetutën e Republikës Kosovës. Se dua të Shqipërisë, do mon bashkimin kombëtar. Por hajrë zgjedhjet të kryeministër. A, u kryin, do mon me ki deklarat, u kryin zgjedhjet. Bravo, kryeministër, bravo, ta zemrë. Pedit, do mon s'ko president, si të përmend të Shqipnin, korrupcionin e ti si shumë zgjedhje. Ju lutë më rëzia, lidhja tjetë drejt për drejt, me ish kryeministër e Republikës Kosovës, nga Akademia Arteve dhe Shkencave, ish kryetari LDK-s, kryetar deri aktual LDK-s, zotin Isa Mustafa. Mirë, profe. Mirë Roma, Fidan. Urime dita kushtetutës. Shumë faleminderit. Urime juve, ne këtë kushtetutë e bëm që juve t'ja u lehtësojmë jetën, që t'i dini normat, ligjet edhe rregullat, të respektoni kushtetutën si aktin më të lartë ligjor të një shteti. Urime, Fidan. Profesor. Mos kisha posi kryeministër që shke vëpruti prej asacionit e knenat këshon, o Isa, baba, pa të thirë njerë me thonë, o bab, o baba, o bob. Se kësha lonë, po shqisirë që ju këna rëpo edhe ty, edhe këta, edhe këta, smet mo, të tomë ju provum, përse cilin e dim, sot që një rëmë, ku shkoni, qa bëni, tek bëni, ku i kini synimet, qa kini bo, sot që, ju njojmë, profesor, velojnë a mua beti se të kushtetuta, kur i një të vërë për kushtetuta, babiko, sincerisht, babik, dohë nësë këmë kom para anarkisti. Unë e mi shkel kustetutën? Pa e ke shkele. O, a besëm kur, vishme... Pa e ke shkele. O, me kry, kumra. Moment se ke po masacioni me fletashë me demarkacioni, e ke shkele. Me kry... Po e ke shkelo, profesor. O, me kry, kumra, kur që kumë... Po e ke shkelo, profesor, e ke shkel, mash barabartë si Albini, si ti, si aj tjetri. E ke shkel. Profesor, ngëm. A di pse e kumë shkel? Apo do mi dit? Ngëm. Apo do mi dit? Hajde. Apo do mi dit pse e kumë shkel? Po, mos livrit se ti... Apo do mi dit? Hajde. Se unë jë mësu ma ato të Jugoslavisë. Po e ironizon me zotin Kurti. Mësi më thuj se dhe ti e ke shkel këto sepse e dënë ato të Shqipërisë. Ja, po bëja i gore. Kur se kumë shkel? Nuk kemë nësi dhe politikanë. Pa e ke shkel, me profesor. Po, se kumë shkel? Po e ke shkel, mërë profesor, e ke shkel. Ku e kumë shkel? Hajt, jep ma shembullin konkret. Prej asacionit kërë e ke nënshu. Ja, se kumë nënshu. E ke shkel. Tjetër kush e ka shkel? E ke shkel, kush e ka shkel? E thrasu dhe në hok e thrasu, i një mësu babiku me zytë gurin, e më mshej masashimit. Ka dalë bërse s'do me E thrasu babiku, pa shua familji thrasu, tani mësë mu paloni aty. Po, a? Mësë mu paloni dalë masanej. Mirë, profesor, nga mëstina në tema politike. Ramushi e ka shkel. Ramushi, zote Radinaj, Përshëndetje. e pa të shkel edhe ti. E kumë shkel. Krejt e kanë shkel. Krejt ka fak. Dikush ma pak, dikush ma shumë.
Përveshaj, jo kushtetut fë Koshku, shikur Koshka të avorit. Po më pëlqen që profesori për të akuzën, për dhe të matë shumë tje ka shketa në më Sharadinaj. A ki kundër përgjigje për profën? Tash u flaki, do të me lonë. Flaki thoi ndyrë thmi vot. Profesor të ka palu, unë e s'kisha si shalidh monja 2 javë ditë si Pat liga të thimi mashtri se ti ka rinjohësh je. Wow, zotë Haradinaj, kjo është i kundër përgjigje është për dhe fort e mek, që e ro pak maj zajf të kënjena, wow, të ka shkos. Vena thoi isha më e vjetër o qash më e mirë. Wow, profesor, demek ti rasoj e thorë, demek ty ti moshën e tina i e vend, si të galish moshën tonë e bosh rasoj i tharë. Po a thoi atër italian të musë për mlejkan me prejkë në tokë. Wow, zotë Haradinaj, po ta zhjun demek të rustë, pap, qa, që soj fellësht, këshire soj fellësht. I thellësht edhe batlava. Wow, profesor, folë. Qa mi thonë? E thellë po të dhe batlava, mu nja prek funin, po kujdes. Mirë o djem, ngop, s'po du mja prish atmosferin, po këthemi këtë ditë feste, si në ty ke kalu politikanët thonë, qfar për ju mungon, e kemi atje drejt për drejt liderin, le të kësë zotin Abdiziku, shqecime pësel u bloku në... Kjo e do në Abu Dhabin. Mirona, zoti Abdiziku, përshëndetje. Mirë Roma, përshëndetje, Azhivita. Si pe kaloni këtë ditë të madhe të kushtetutës, nuk po flasim për kushtetutën, po flasim si pe menaxhonin sot vikendin, që hajni të boqës, po kaloni nistra Kosovës, pëse se po ishte dhe nistra pushim babiko, me lidha, të pramë të shtun e dilë që shkeni marak ju, ju babiko që punoni më shtet. Tritet ju kur pushoni babiko. Gjo, Azhivitan, paremisht nuk është më bënë shumë për shtypje, dita kushtetutës. Për shkakun që për mu nuk është përfaqëson diçka shumë ashtu serioze. Kushtetuta është akti... Po s'panim për mua Azhivitan të ke funit, mu më interesën është tunja dile me kun pushim, me kun ditë produktive, me pas ku medal në gërmi. Okej, lumë, vazhdo lumë, një minister, a je nisër kësajte? Nuk e di Azhivitan, nështë të vazhdoj gjumin. Vazhdo veç flej gjumë të mirë, vazhdo. Azhivitan, nga sa po të thëmë, me emën të Zotit. Kërkoj falin s'ta prishat gjumin të Jo, ndëgjëm. Me emën të Zotit që shkojmë zjedhje. Le dhe kënë kime e po 8%. Kënë? Le dhe kënë. Bravo. Alemderit Azhivitan. A di për çka? Veç mësë me bo shumë kalablak deputet. Ski faj, babi, ka menagjohen 40 vetë o zotin. Shumë rebobona nervaz, bile me mujt me e prum, o qabe ha marlak mira mushit. O me një pel zafir, krejt i bjen dhe i qatë. I bjen talin duktrat Albini me diskutu s'marin seriosisht. 5 vetë, bra Azhivitan. Po dhe 5 vetë, pas merë seriosisht me 5 vetë, babi, ka s'hoxha me 5 antor familjes nuk lenë sa thpor mull. Pitë renit 8 e knenat lojnë, nuk lojnë 5 antor, edhe në gjami, babi, ko të qesin në renin e 8. Azhivitan po flej, Allahite, falem. Kërkoj falë, Allah, më falë por zotin. Se kom me dalë sonë të me një naj, është një... Apo do me të fishlua, ki nevoj për naj konga, naj një lua. Jo, se është një DJ shumë i smooth është. Notë. Ej, në VIP ullë, në mësara. Okej. Se osli. Shnet, ti është me aj spot. Ullë është VIP, babi, politikant. Këtë që i bashkon opozit në këtë veni, bashkojnë në restoranit VIP. Pisti kry, profesor, restoranit VIP, shtëpijat VIP, stadioni, aj pani, që shidojnë asoj tribunës VIP, qitoj bashkojnë, përveç të ndera, i bashkojnë edhe këto opozitat në doame për VIP. Po, profesor i dashtën, si pe kaloni këtë ditë vikendës, që zonin me shkjensën... Po flej edhe në që dhune nejëm sonte. Po, wow, pas ka nejle të këja, s'fa nej kini? Ja, me lumirin ja mëne. Bravo, profesor, vazhdoni nejën, bravo, mirë biznesën së ndashët. Da, që po kam qef Ej, dole aplikatë, që po kam qef kopilog i Rolexit me shamponjë. Bravo, profesor. Naja profesorit vabik se këta e më pushim. Qa po t'vjen brej noti? Miro, regjia e lutëm naja profesorit e kemi drejt për drejt nga Mitrovica, nga atje këto momente, pikrisht nga ura e ujmonit atje, ku zoti Batiri, në patronatin zoti Batiri, edhe të tjerë profesorit e mënyrë të dinjitetshme, dita e Kushtetutës Republikës Kosovës. Miro, zoti Batiri! Brava, Fedal, për shëndetje për ty për gjithë. Si pe kaloni cëllisht organizimi, që ka pëndodhë sot në lumin. Në bronën asë, që shmi thonë, në pendën e Leposavizit ose të ujmonit. Sfar pëndodhë, sfar organizimi ka, si po kaluat dita, a jënë të lumë të qytetarët? Qytetarët të Mitrovicës janë të lumë të gjithmonë, por e kujtojnë Albin Babën, Albin Kurtin, por e kalojnë urën të sërna e ndërtaj, por momentin kemi... Ura o marun, Saladran, zoti Batiri. Ja, është kjo ura tjetër. Po. Kjo është ura Albinit. 2 ura, do më... Jo ura karabinjerve, po kjo tjetra. Kjo tjetra, po. I kemi lëcit karabinjerët. Bravo. Zoti Batiri vetëm vazhdo me përshimin, të ndjim pak atmosferën për momentin ka... sektorin privat. Po. Vazhdo. Po, ka atërime të plumbave. Po, plumbat që rritë gjithmonë të ura.
O, qytetarët janë të gjithë duke shfletuar kushtetutën. Wow, bravo. Unë për veti po lexoj për herë të parë, që e ka shumë interesante. Bravo, fantastik. Po thotë që nuk bën me bute i kalim vit plot. Ja, e të lizu regulorën e komunikacionit. Është tjetra kushtetuta shënën kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kështër e mirë që shpërshënën aty në klap. Të korista e parë. Autoshkolla. Ja, kjo, sështë, kërkoj fale, zoti Batiri, kjo është testi autoshkollës, të rëndosti në atë mirë, përshëndet. Okej, a ka të bëj me ligjën? Jo, me ligjën, ka të bëj... A ne kushtetuta janë ligjet? Jo, me regulorën nuk ka të bëj me ligjët. Sa më do me thonë që... Mirë, ka, mirë, zoti Do me Batiri, thonë që semaforat janë antikushtetusa? Okej, jo, se janë antikushtetus, nuk janë antikushtetus. Jo, se mujna mi gjitha aty fotografi të Albin Kurtit. I kojt jeti? I Shajkovcit. Ajo, s'këni pas semafora mate? Po sa ta të e kondër? Ju me mujtë e isë një gjyrë në kuqën semafor. Nalja, Po që ajo gjyrë ju nalë juve. Zoti Batiri, vazhdo me nene të reja të kushtetusës përshëndet të fidan ju foli. Uri me natën i virë. Faleminderit Fidan. Në kushtetuta lejon karabinierat me qëndru për mjurë? Miro, të përshëndet dosti, miro, pytje trona, këto nuk janë nena, faleminderit shumë. Këthemi drejt për drejt të Zoti Kurti. Zoti Kurti! Po, Fidan i do. Po më do këtë ka të rullu kësë gjipiri, të t'ja mërsh dorën, se cëllim për neve kër i ndrojnë a kjerët e në kena problem, babiku, më alo, po mjerën metët, po mjerën... Fidan, po pak... Adim të imësot një, tash, babiku, për pelaskone, s'pjat i zgjipit pa lidhe, me dollë 100 milioni zgjip, babiku, pasha familju një, shadekun, me amis kurek shadit, o lezet, isha lezet o, babiku, vis mi prek, ullëset, ku gjys, ani... Masazha, Fidan. Po të në gjuma, nale masazhe, babiku, së është mirë, as mu parit, a i ke po ato që i mojshin para luftë dhe mas luftë, a din këto që i mojna, që rrithojnë ty në plastikës që i mojna me ujtë në zetë, edhe me qitë se më bje me disi. Pja harroj vëlla emrin. Qysh? Pja harroj emrin. Dhe unë e pja harroj. Veç një sen e di, Fidan. Po. Me masazh gjipit s'kesh. S'kesh, nese më stima nena, mo babik, mo miro. Fidan, veç ta shpikoj, a di qysh po vjen di qysh të rej, kështu dhe në kry. A dhe një kohë të gungat, kështu. E kur po dhem krytë, kështu? Po qofa, që aty ta drejtonë edhe qofën. Qa po thubre? Fidan. O, fantazi. Gjipi është gjip tash. Gjip, qashto është. Zëti Kurti, si pe kalon një kitë ditë vikendi, pasi visi jeni pushim, ju jeni pushim tash e Sovjet, por kësot zyrtarisht po në pushimin që jeni, si pe kalon, ja mund ta përshru një ditën e ujtë e mërvesh edhe popullit, ti motivojnë popullin për një ditë të mirë. Disa gjëra janë konfidenciale edhe për popullin. Besoj. Nuk mundëm të ndoj gjitha gjendën timit ngarkuar me juve. Po ja, po ti ke thonë, ty natë kena votu që me konë me popullin. Ju keni votu që unë mu i përfatsu dhe për ju përfatsoj dinitet shumë. Ani, mirë shumë. Po darka është diçka normale, që në po e përgatitim, nuk është diçka luksoze. Pak shamponj, nej viski, nej biftek, nej ramstek. Apo din, pak kalamari grim karkalesa. Diçka ma shumë nuk ka. Apo kupton, nej deser diçka. Lukët e pirunat janë të flakru me ndokat? Jo, kër i ke arzu 14.000 euro, 14.400, 600 so kemë për një natë, modest është, kjo darkë modest. Zëti Kurti, janë nisi më mush goja lëngë i s'ka këminoj... Të mushet vëlla, të mushet po... Biftek me karkaleca, pajtona babishe, adin karkalecat për desert i kësha ongër. Ty me dalim prej neve, ty të mushet goja lëngë, neve na mushet gjërologaria. O, u të ndërë. Mirë shumë, më s'ki pak armatur për më vinë, jem të marudi si ka do armatur për më vinë. Për besh... Kalëzej sos, për më vinë, që? Qa o të vinë? Për më vinë kështu. Hajtë që e që zoti? Jo, që për më vinë kështu. Prit, spesion zotis. Du m'ja bo kimeti, nuk vinë cane të nejtë. Qa është është? Për më vinë kështu. Armatur 12-13 shufra. Armatur 6 mm 20 shufra. Rjeta 6 mm 11 copa. Po, ta në kështu për të vinë, a? Po. A një blejo, Fidan? Se janë i që të vinë dush mi blej? Mirë shumë, nalja kryeministrit faleminderit shumë. Se nuk pi blenë? Mirë shumë, mirë, po tash, të gjys milioni kërë, dëgjo, veç diqka, këtu kur t'i blejsh? Ajo, po se e ko në pozit s'kelon heker pa nuk e parzun e para kuvent, tash, mës t'ka me trasisht, tash vjen t'i merë shoku, si të rëdzën o babi, ko t'jedhe një 20 vjetë në pushtet. Dush me pagu tatimin për këtu kur t'i blesh, amore? Po. Të arrestojnë vend, të arrestoj? Po. Ti internjoj? Po, ani. O din? U kry. E deklaron gjdo gjë që maron kime deklaron? U kry, mirë, zoti Kurti faleminderit shumë faleminderit. Po, rimbre? Jo, faleminderit shumë se... Allah hila rim. E kum lonë të britanena... A të rimbre? Jo, e kom përparim Roman atje, kërkoj falje. Okej, bro. Zoti Roma, mirë Roma! Mirë Roma njëre. Përshëndetje, mirë se erdhe në emision. Përshëndetje, mirë se të gjitha. Urime dita kushtetutës. Kur ka ndodhë kjo? Sot është dita kushtetutës.
E çka tash? Po pushim, se nuk po punoni të shtetit, pushim, thash ta uroj, ditëve të shantë konstituta, si aki maj lartë juridik i shtetit tonë. A ka në i leqë për qenë aty? Ka dhe për drejtat e njeriut dhe për drejtat e kafshës, ka, për krejtë. A parashit në drejtat kafshë, mu enë qenë, ka bibliotek? Ja, mirë është me ledzu, si e kryetari kryesiditetit, je kryetari miniaturi Kosovës, dush me ledzu, zotë. A ja ndalon kushtetuta qenëve më ndaj të sheshi George Bush? Ja, nuk e ka para po, nuk kanë shku sa shfellë të tonë, po nuk e ditë du të me i me vlerësu me ledzu. Mirë, a përfshihet ky ligji kur të hanë qeni me morë serum? Ja, nuk e di, por të domës dashme, do më thonë është rregull shëndetësor. Një pyetje, a je ti pro serumit? Se ty njerë më duket ka hongër qeni. Ka hongër në tash 5, 2 herë më ka hongër me në një vjeti, s'gudzej me marrë dhe 5 vjetë serum. Edhe më ka fshu qeni, s'tash më në me dekli infekcionit, nuk gudzej me marrë. Falë, ku të ka hongër qeni ty? Më ka hongër qëto. Jo, në qëfar lokacioni? Te kafet, te Baca Martin, qatë te kafet e rakis. Ata janë qenë të vetë vendosës, nuk janë tonë. Aja, degradoj më abeti, nalja, nalja. Falë, Fidan, me ta bo një pytje? Po, sot. Prit, nëse ti me ndonë që kur të hanë qeni, dush me morë serum, kjo i bjenë që ti qenin për konsiderant të fleqt, apo? Jo, be largas, jo, pas do me thonë po organizmi, a ke poti për para, kur jënë ka shumë me zveti shqiptarët, kur u kanë dashnia pak me ashpër, kanë marrë infekcione, do është me shku të mjeku, le ma kafsh, do me thonë. A e din ti që qenit kafsh shumë prej dashnis? Ja, bre, mis na shqiptarët e kena konceptin ajë që dënë të re, a dini e të kafshën, një të bëm vred, ajo së është, ja, nuk besoj. Në falë për shambull, se më duke që je shumë anti-kafsh. Jo, së është të vërtet, unë moj kafsh, për shambull, më ta bu... Në raziona smish nuk konjë, vegetarian, nuk me hongër kusherinin temë, se më zdrejt që i kafsh të jënë, do mon, di farë forme si kusheri kene në aspektin racor. Unë nuk ha peshk, unë nuk ha mishvisit, unë nuk ha karkaleca, unë i vasit që do me thonë me spanasim e më të tash, unë nuk ha asë një produkt mishit. A ki di shka kundër qenëve kështu? Jo, larga sajmë, këndrej, a di shka këtë mirë qeni? Qeni kur donë pahilje, jo si kë njeri ju, nisë qeni se ke ushqy njera e kur nuk të afshon. A njeri ju në ma 20 vjetë, 50 vjetë, 30 vjetë me bukaj momentin e parë, si ti vjen mundësia të kafshon. Okej, pra ti po deklaron që je pro kafshë. Definitivisht. Mirë, tash për shembull ti je shumë i dashur kështu. Po. Tash shembull ty me thirr Fidan qeni, atë me të hatri? Po nëse me të hatri me thirrën ty përparim qeni, tani, a din, kjo është reciprok. Dashurin, kom, unë e kom biznisen. Dashnin, kom, qef në aspekt reciprok. Më dënë ti pak, unë i do alo ma shumë. Okej. Unë nuk njëna e ofendun me më thonë Asone. A bon tjerarë kur thirën emision në me të bo hau, ti me ditë kusha? Po, më ta kthe edhe në. A ma kthe në ti me të lene? Urda? A ma kthe në ti të le? Po ta kthe si ta është dosti jam, po kisef. Jo. Apo do me zjetë cili pëllje ma mirë atja une. Okej, hajde. Jo, babi, kjo shumë gërmuse. Kush vaton, kush është për përparim ramen? Për mu, pas për vetis po votoj. E kemi kriministë, me kriministë po do me hingar. Kriministër! Fidan veç diçka. Po. Për qenë, asë njoni s'ma nëzë një rrugë. Ja, se di të shumë, tash për të lemen. Vimat, kriministër, urdo, kriministër. Kriministri po do me hingar të lehrave. Po, kriministër. Për qenë një të veçilini. Unë jëmë boba këtu. Arja. Apo vëzën dash. Ta më thonë... Boba i qenëve tjirë. Ja, hajde. Fidan, kjo është e lene një qeni plak. Jo, po, kemi agim batirin kudër përzizje. Po, kima, përbes, nuk me votu. Nuk ka kush që lesë janë me kur. Ja, sa shte po. Ja, harrote. Hajdi këtena në garë dhe njerë, gone për parimin. Qa ba që të lesë si vuqak? Ja, për të ngojmë, që popli këtu, letë votoni që jerim telefonat cili po le ma mirë. Hajde. Ky është Albin Kurti. Zoti Roma? Ma gatë, s'po mila me vlesu, s'pe ndëzhojmë. Përparim. Ko njëri? Kjo është shoku jam Gjesi. Gjesi! A penolimi si ka shkojna me marketing këtë jam ma mirë. Penolimi si ka shkojna me marketing. Fidan. Po, zëti Vatiri. Kryeministri ka le një herë më pak. Ja ke bu me ide. Jo, va... Do është me lonë dhe këta së ku tjetër, mësë bëhë kësë diskriminit. Ja, s'pa bëjt diskriminim më buri dhe ju, të një qita kamermonat vëtun, ba biko në nuk vëtova... O, Fidan, po që ne për del ma qenë o djodi? Ja, len, pjep një kolitacion tjetër, ba biko. Na folje me zotin Romo për dashurin e këdaj kafshve, për formë e respektit,
Thash qa dalon, në vetë thash, qeni do me one ushqeni erë kur nuk kafshon. Njerit 20 vjeti e buk. 20 vjeti e buk momentin e pas të vjen mundësia të kafshon mas shpine. A u kujton? Qeni t'jep dash një pa kushte, insoni sot nuk don as non as që t'kaponi se nuk jasë qenë rogë, 1.000 euro babiko, vloja që 1.800, a e lidhet me vlojën babiko. A u kujton? O, Fidan. Po, zotja Radinaj. Allah i le më falë që vëtë ndërhyn temë. Po. A ke tema qenve? Po. Për para, adin tash foli për tash, që tash reagojnë. Nuk ban mi vrosë qenë. Jo, për para i kanë vra. Ja, nuk në pa e konë, nuk ban, zoti bat, ja, nuk ban, zoti Vesh, Radinaj. Fidan, adi qeni që t'ka dalë në rrugë, ku kështë qenë langares, për Ja, shemull. po, si të se tjetë edhe ajo shpirt, zoti Radinaj. Shfirë fët hanaj. Po të ham, po zoti Radinaj, nuk din, qas bën, a din. Shas din ma mirë në zërë të tinë. Ja, zoti Radinaj, ja, po kjo është dhunë, ja, zoti Radinaj, pa ja, nuk vajtomi, a din, bjen dash edhe me kushtetutën e Kosovës. Kushtetutën e Kosovës, ligjit e Kosovës edhe kafsha e ka dispozitën e vetë ligjore. Që edhe qeni fonxaj ka vend kushtetuta. Po normal edhe kafsha, dhe ajo shpirt, zoti Radinaj. Qa fosu, vre. Res po. E me të fa për shemë të tarë, pitbulli me vetë veshim të prum, drejti... Kuzi thu qup, 3 herë. Jo, shmer veshaj. Po. Nuk mer vesh. Pa smer vesh, se është qenaj, nuk është njëre, s'po morin vesh njerës pja vizaton sene s'mer vesh, po thu... S'po kalzosh i drejtë, së dash të me thonë s'po mer vesh Albini. Ja, s'është e vërtet, ja mësë mledh mu me politikan, ju bez veti bëni s'ka të bëni, mu mësë mledh në këtë muhabet. Rana dhe i laki, fash njëra me moment për shemë për nej politikan që thonë kjo qeni malë. Ja, une nuk e ofendoj kofshën me politikan edhe me njerës. Une kuzërej si kofshët janë shumë atë sincerta, ma modeste edhe ma korekte si njeri ju. Se politikani, vërë me Jo, thonë. stashën si njeri ju, të vetja, se one, për shambull, për veti, për nojna vis të vetja. Po, a? Une nuk ka mishin, do me thonë, konsideroj që është në katë, bili konsideroj që të marrë një parti, e cila është, do me thonë, e shtinin lisin dalot thjerja kofshë. Pse nuk e anë mishin ti? Se konsideroj kushërit të ofert njeriut. Do me thonë ti kushërit të rakit, ti vjen. Ja, kjo është ofendim, zove Radina. A i vje qashtu? Ja, po e degradoj muhabeti, babi, ko fillojna me folë për kafsh, fillojnë me etiketime, ja, degradoj muhabeti, si kur zotë tjetër në Kosovë, që politikani edhe vdekin, edhe gzimin, edhe mortin të tëmë me këthyn PR dhe në propagandë politike. Kjo është të vërshme, edhe në ditë feste, këta nuk kanë rahmet. Djemë shkojmë marketing, penale me cikasi. Pse shfërën o Fidan? Ja, marketing, zotë Radina. A e interes shumë për gërmi? Ja, faleminderit. Me ngarku me shkarku? Ja, jam keq, darmatur për vynë. Kanë qa krym punën ti? Se di që të këmë menajt, këmë me bujtë në klanë, se nesër a komision më nëzjesë. Ja, Allah i një fëvi fëtë marrë. Ja, bëjë se të faleminderit shumë të rajtë. Ki nevoj për trajtim, besho. Ja, që donë rina halo, jo, nuk mëj. Ne farmashazhe kineze. Ja, e kom Bekim Azhiun është profesor, abdene një kitë punë, kalëzën për eshën, a babik, si është me bosë, s'kam nevoj. Për fizioterapie, kështë, ja? Pa, ja të kalëzën e babik për krejteshën atë e vizatën. Unë i di, Fidan, beshëm shumë që në jesh në vidi. Për e di, ja, Unë nuk i trajtoj, kështu unë i thej. Ja, e di, zola, nuk besejt, kjo është e kalume, do me thonë, është terapie kalume, shosës, faleminderit shumë, zotë Radinaj. Faleminderit, Fidan. A muj me shku? Për mu, lirisht, shko. Mos hajde se sot jam këtu ku me bujtë. Anë janë i shuish fun. Faleminderit. Fidan djali jam. O, profesor, lemra hatë burë dhe ju. Pa, po vjen të une. Ja, jam smut me zisë po presë me shku në shpe. Hajde te baba. Ja, profesor. Hajde se dojnë me të supasht. A ma blenë armaturën? Që shta blej djali jam, po në ty të kam. Ty edhe Lumirin, jo dy të mitini. Ja, se Lumiri ma merë, sfarës të nuk lanë, a i kretë, po Ha? që veti mi marë. Jo, bre, vish për ndërtimet. Ja, veç, po veç. Ajo për ndërtimet lartë, aty ti komblon këto dhe në 2 katë. Ja, unë kom isni katë, më mbjus një plosi, kam. Për një me e kja, Po një që në 15 metra katror. ani bre djali jam. Pa ti s'po jetë zgujve, bre. Nana, shkojmë marketing, rezija. Marketing.